Belinda Balluku sot është zëvendës kryeministër, është ministre e ministrisë që menaxhon më shumë para, ka një rrjet shumë të fuqishëm klientelist, ka qenë drejtuese i qarkut Fierit, po e bën drejtuese të qarkut të Bashkisë Tiranës të paktën në zgjedhjet lokale, kështu që është njeri më i fuqishëm se të gjithë varësit e tjerë të Ramës. E dyta, mund të ketë bëjë me faktin që ndryshimet sasiore kthehen ndryshimet cilësore. Domethënë, Rama mund të bënte këtë njeriu e përgjegjshëm kur dolën dosit e para korruptive. Pa thosh, ç'lidhje kam unë me Velian, ç'lidhje kam unë me Ahmetan, ç'lidhje kam unë me këtë ish ministrin e shëndetësisë. Se harrove Beqajn. Thoshë këta ngrën kumbulla mbas shpinës time. Mirë po, si puna e vlimit ujit, po shkoj temperatura mbi 100 gradë, po kapi 100 gradë, që kemi nuk jo një ndryshim sasior, po kemi ndryshim cilësor. Kështu që rasti Belinda Ballukut mund të ketë qenë ajo pikë ku, si thonë, nuk mban më uj pilafit, domethënë gjithçka ndryshohet. E treta, dhe unë besoj që kjo ka më shumë gjas, Belinda Balluku ka gjëra për Edi Ramën. Ka gjëra, domethënë e shantazhon Edi Ramën. Dhe unë këtë e vrej edhe në sjelljet mediatike, ne që ne do flasim për mediat çik më vonë, po. Domethënë, duket sikur ka një lloj edhe kështu rivaliteti për të goditur vetëm Ramën apo për të goditur edhe Ramën dhe Ballukun. Ne lëvizjen bashku bien të dyve, po tjerët kanë një qasje më, si thua, më problematike në këtë rast. Dhe kjo mbase tregon që Belinda Balluku po reziston pushtet sepse ka gjëra për Ramën.